Qeveria mbetet e përkushtuar ndaj politikave për çmimet e derivateve të naftës me qëllim përmirësimin e standardit të qytetarëve, deklaroi sot kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, duke komentuar ndërhyrjet e reja ushtarake në xhirin persik nga SBA-ja dhe Irani, si dhe mbylljen e sërishme të ngushticës së Hormuzit. Mickoski tha se përsëri përballemi me sfida që mund të ndikojnë në çmimet e karburanteve. Ние сето тоа го антиципираме, кризната состојба е до 20 јули. Ne i parashikojmë të gjitha këto. Gjendja e krizës zgjat deri më 20 korrik. Mendoj se tashmë janë plotësuar kushtet që nga e hëna të kemi sërish ulje të akcizave për benzinën pa plumb dhe për dizelin. Sipas tij, fillimisht duhet të mbyllen tregjet sot dhe të bëhet analiza për 15 ditët e para. Ai pyeti pse çmimet janë më të larta në vendet fqinj. Остануваме посветени на таа политика, имам Ne mbetemi të përkushtuar ndaj kësaj politike. Kemi çmimin bindshëm më të ulët të karburanteve, dikush do të thotë për pagat tona janë të tilla, ndërsa në Gjermani janë ndryshe. Por çmimi i karburanteve përcaktohet nga bursat. Nga i njëjti vend ku blen Gjermania, blejmë edhe ne. Nuk kemi ndonjë burim nafte në oborin ton për të mbushur rezervuaret e makinave. Pse atje është 2 herë më shtrenjtë? Pse në Shqipëri është 70% më shtrenjtë? Pse në Greqi është pothuajse 2 herë më shtrenjtë? Pse në Serbi është 50% më shtrenjtë? Këto janë politikat e kësaj qeverie në drejtim të një standardi më të mirë për qytetarët. Qeveria paralajmëron se do të vazhdojë me masat për mbajtjen nën kontroll të çmimeve të derivateve, ndërsa vendimi për uljen e mundshme të re të akcizave pritet të merret pas analizës së lëvizjeve në tregjet ndërkombëtare. Sipas kryeministrit Mickoski, synimi mbetet mbrojtja e standardit të qytetarëve dhe ruajtja e çmimeve më të ulta të karburanteve në rajon.